zgjedhjet në Shqipëri, deklaroi ai, ishin të njëjta me ato që kisha parë dekada më parë në Zimbabwe të diktatorit Mugabe. Nga ana tjetër, zbashku me zotin Mediu, në seancën plenare të Byros Ekzekutive ku mirnin pjesë kryetar dhe përfaqësues të gjitha partive politike të aderuara në IDU, ai ishte një rast i artë për të bërë avokatinë e votës qytetar, votës së vjedhur të qytetarëve shqiptar para leadershipit ndërkombëtar të Qendrës Djavë dhe forcave konservatore. Raporti i vëzhguesve ndërkombëtar OSBE-ODIHR, Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Europës janë një dokument jashtëzakonisht i çmuar. Por faktet tronditëse të marrë nga ky raport dhe nga gjetjet tona u paraqitën në seancën plenare të debateve për gjendjen në botë dhe zgjuan indinjat, dënim nga të pranishmit të cilët kuptuan se gjendja në Shqipëri ishte gjendja një narkodiktature e ngjashme me Venezuelën e Maduros apo regjimet tjera të ngjashme të drogës dhe krimit. Betejë për mbrojtjen e votës është një betejë që do zhvillohet në Shqipëri, por do zhvillohet dhe jashtë saj, sepse zgjedhjet janë procesi i cili është sa kombëtar, aq dhe ndërkombëtar. Ne jemi të angazhuar të bëjmë çdo përpjekje për të mbrojtur, për të rikthyer të drejtën e shqiptarëve për të votuar si qytetarë të lirë. Shpejt do jetë dita kur ambasadat e narkodiktatorit të rrethohen në të gjitha kryeqytetet e vendit nga populli që u shkelmur vota. Dhe kjo është vetëm një hap. Pra, Edi Rama ka shpalos armiqsinë më të egër ndaj lirisë dhe votës së lirë të shqiptarëve. Unë kam bindjen më të thellë se këtë mandat nuk do ta gëzoj dhe se ai do përgjigjet gjermëni për këtë masakra elektorale, për këtë batërdi elektorale që i kreu, për këtë farsë të turshme elektorale që bëri haptas pas një kufisim.